28 punonjës të shërbimit pyjor në Shkodër, por edhe në gjithë Shqipërinë kanë marrë urdhrin e lirimit nga puna. Kjo shkresë zyrtare ka mbërritur tek secila prej drejtorive në gjithë Shqipërinë, mes të cilave edhe në shërbimin pyjor të Shkodrës, ku ministri i mjedisit Lefter Koka i ka bërë të ditur shkarkimin nga puna. Shkresa për lirimin nga puna për punonjësit e shërbimit pyjor është firmosur që me 31 dhjetor vitit kaluar, por ka mbërritur tek këta punonjës me 15 janar të këtij viti. Shkak për këtë shkarkim nga puna tek drejtoritë pyjore, siç edhe shkresës zyrtare e bën të ditur, është transferimi i fondit të pagave nga Ministria e Mjedisit tek Bashkitë Përkatëse, si pasojë e kalimit të administrimit të pyjeve tek Bashkitë e Reja. Në fakt, e gjithë administrata e shërbimit pyjor është njoftuar që në nëntor të vitit kaluar për shkarkimin nga puna, për shkak të projekt ligjit të ri për administrimin e fondit pyjor dhe kullosor kombëtar në Republikën e Shqipërisë. Nga një anë, Ministria e Mjedisit ka liruar nga puna të gjithë punonjësit e shërbimit pyjor, por nga ana tjetër, ende nuk është miratuar ligji i ri për fondin pyjor. Gjithsesi, Bashkia Shkodër, ashtu si çdo bashki tjetër, ka një drejtori të veçantë për mjedisin, por ende nuk është strukturuar plotësisht, ndërsa nuk dihet se çfarë do të bëhet me këto 28 specialistë të pyjorës që kanë shumë vite në këtë fushë. Kompetencat bashkive ja jep ligji i ri për pushtetin vendor që ka hyrë në fuqi që me 1 janar të 2016, por sërish për sa i përket menaxhimit apo mënyrës se si duhet vepruar përpyet, projekt ligji për fondin pyjor që ende nuk ka kaluar në parlament dhe ende nuk dihet se kur mund të miratohet, mund të sjellë pengesa apo probleme të ndryshme. Problematika me pyjet është e madhe, ndaj situata mund të vështirësohet duke patur parasysh këtë vakum të krijuar. Nga ana tjetër, edhe vetë drejtues dhe përfaqësues të Bashkisë Shkodër kanë pranuar publikisht se administrimi i pyjeve totalisht nga pushteti lokal është një sfidë e vështirë dhe një barë e shtuar.